Në një përpjekje për të ruajtur dhe promovuar trashëgimin muzikore të Gjakovës, Tre Breza për një qëllim e një synim, është projekti i realizuar mes tre shoqërive muzikore, Hadi Bajrami, Lirikët dhe Rilindja, në krye me këngëtarin e madh Edi Furra. Sot në një linjë të drejt për drejt e kemi Edi Furrën për të folur për këtë projekt, udhëtimin e tij muzikor dhe për kushtimin ndaj traditës, duke frymëzuar jo vetëm të rinjt, por dhe të gjitha brezat, duke sjell në mënyrën më të mirë këngën e mirëfillt shqipe dhe qytetare. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi, Edi. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi edhe ju. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi direkt nga Gjakova, në pamundësi që t'ju kemi në studio, sepse kemi shumë kilometra, por që duke shpresuar që në një të ardhme të afërt t'ju kemi edhe live në studio. Patjetër, kënaqësia është imja personalisht dhe mendoj që edhe në shpresoj që në të ardhmen kismet do të kemi direkt aty në studio. Si Edi, e ke problem të zgjohesh në mëngjes, sepse ju artistët zakonisht e nisni ditën pak më vonë. Pasë vërtet, ashtu është pak e vështirë për ne, por ne kuptojmë edhe këtë pjesën tjetër tonën artistike cila na lidh me media dhe duhet jemi të vetëdijshëm edhe të pranojmë këto farë intervistat të bukura të cilat ne japin mundësinë të shpalosim edhe të kuptojnë njerëzit pak më gjërësisht për jetën tonë, për rrjedhat e artit edhe kështu më radhë. Definitivisht, përveç që ju shohim neve në projekte super të mira dhe përveç që në argëton zëri juaj vazhdimisht, sigurisht që duam ndonjëherë të dim edhe pak më shumë rreth karrierës tuaj dhe projekteve që vazhdimisht i sillni. Projekti i fundit ishte gjigant, aq më pëlqeu mua, domethënë më pëlqeu jashtëzakonisht paraqitja juaj dhe bashkimi i tre grupeve muzikore, Hadi Bajrami, Rilindja dhe Lirikët, tani më grupi juaj. Më thuaj nga ideja për të bashkuar forcat dhe për të sjell një projekt në pa që i lidh këto tre breza. Po, kjo ide ishte e imja, po ka qenë ndoshta pak më ka hershme, më herët, mirë po tash kuptohet normal duke ja lënë pak kohës, edhe mundësive, edhe janë koha të realizohet tani. Ka qenë pikë synim që fillimisht ky grup, Hadi Bajrami, që është pasardhës i grupit Ymëriza, domethënë të bën shumë vite, edhe janë ndoshta në përfundim në perëndim të tyre, ishte një si ta them, ishte shumë ashtu po, ishte një brengë e madhe që këta le të përndojnë pa pas një inqizim, një produksion të tillë për i profesionistë, sepse këta kanë inqizime në për arrengje familjare, ku ta diu në për shtëpi, por kështu kësi lloj, kësi tipi, domethënë kësi formati nuk kanë pas. Edhe normal që fatkeqësisht, ndoshta pa ofendimin e askujt, është ndoshta pak një princip jo joni, po i gjithë i tërë botës, njerëzit pasi të vdesin, t'i bëjmë madhështor. Jo, unë mendoj që duhet t'ju japim hakun edhe sa të janë gjallë, që ta shijojnë vetë. Edhe i dhash vetës këtë pasi edhe që janë pasardhës, siç e theka më herët, të Ymërizës, ku në Ymërizën për shembull në shoqërinë Ymëriza të direkt vetëm Ymërizën ka qenë pjesë e atij grupi edhe Indje babaim. Por ka në moshën e re, edhe i kisha si shenjë të qytetit, o dhe të prindit tim mashkull, që ndjeva si obligim moral edhe ka. Ideja si ide është, mund të them lërisht, për një vit. Por në realizimin, duke falendëruar edhe pjesën tjetër të Edit, jo veç Edin, që fillon me profesor doktor Penardolin, albanolog në Institutin e Albanologjisë në Prishtinë. Një nismë e këndshme edhe me krenarin, e di krenarin e kam pasë edhe në studio, vërtet është një zë i fuqishëm për të ruajtur traditën dhe vlerat e muzikës së mirëfillt shqipe.
Edhe unë e fatmirësisht e kam me mirë edhe kur është bo biseda rreth këtij projekti, edhe ai me njerë që ma përkrahin në mënyrën pa asnjë amendje, domethënë 100% të përkrahu, edhe filluam bisedimet edhe shkuam të vizitojmë grupin Hadi Baram. Fillimisht, kur shkuam atje, ata janë disa ta them në gjuhën popullore, disa ashika, të cilët edhe nuk e ndalin, domethënë pavarësisht nuk e kanë lidhje me karrierën e famën, sepse ata bëjnë këtë muzikë për shpirë. Edhe kur i vizituam atje pam që mund të bëjnë diçka të madhe, normal, deshte punë, por bëjnë diçka të madhe sepse ideja ishte që perëndimi ose të e kaluara të tashmen dhe të ardhmen me grupin Rilindja që pas nesh. Edhe duke falendëru gjithë stafin që ishin në orkestrë prej 18 vetëve, normal barën më të rëndën e kishin orkestrë lirikët, sepse domethënë ata u doshin që të përshtateni si grupit Hadi Barami, apo ashtu dhe Rilindjes, edhe kishin barën më kryesore nga ana orkestrës, duke falendëruar edhe stafin realizues të emisionit Oksigjen me kryeshonmenin e madh Besimdina, të cilët nga mundësuan që të realizojmë, dhe ka mund të them lërish nga data 7-8 nëntor të vitit të kaluar, na veç kemi filluar përgatitjet. E kisha një shkëputje për 10 ditë, sepse isha në për Europë, mirë po si u ktheva e vazhduam mund të deri ditën e realizimit pa ndalë prova, normal, du të kuptohet sepse këta kanë një mosh të shtyrë, edhe i kanë gjërat të përgatitur në fiks, ashtu si pinë ata, por që neve në deshte disa ndryshime dhe për ta ishte diçka e re edhe ishte shumë ndoshta papranueshme sepse ishte diçka e re, do ndryshime të vogla pas 50 viteve. Edhe tash e kupton një moshë të shtyrë 50 vite, kur kanë bënë një realizim të përditshëm njësoj, edhe ne pa ku deshte të shonim, por me punën e madhe, pa as nga ata, as nga na pas një lloj pritese, është realizuar dhe falenderojmë Zotin që na dha mundësi, edhe besoj që ka dhënë diçka bukur, të paktën jetë në arhiven e çdo shqiptari, në fonotekën e shtëpisë e çdo shqiptari, një traditë e bukur kur një qytet si Gjakova, që do shërbej për çdo nej, besoj. Po, e mbani një qytet si Gjakova mbani festar të çmueshëm, të shumë më hershme të muzikës traditës së një fill të bukur shqip. Po, edhe më thuaj se sa ishte e vështirë pastaj të mblidheni bashkë dhe të bëni përzgjedhjen e këtyre këngëve, sepse mendoj që ju jeni ajo ura lidhëse ndoshta për t'i bashkuar këto 3 breza. Po, ishte pak e vështirë sepse kishte domethënë disa lloj mendimeve, normal që është normale ajo, po ne u munduam që pikërisht për fillim se po shpresojmë që do të kemi edhe projekte tjera, por si fillim menduam që ky projekt, domethënë ky reportar që është realizuar aty, të jetë pak më i ndëgjueshëm për popullin. Atë do ka këngë që janë më të ndëgjueshme që kanë dëgju, sepse në reportarin e grupit Hadi Barami ka këngë që në këndu, përveç atyre nuk kanë këndu tash për vitit 1920 ku është themelu grupi Meriza në atë kohë, jemi munduar që të disa këngë pa të kapshme si fillim. Edhe normalisht e pak e problem që të deshte pak që shkurtojmë repertoarin grupit të Meriza, pak të fusim të shka që ne kemi në trend, por duke pas gjithmonë parasysh edhe grupin në Rilindja, sepse janë do disa çuna të ri, të cilët është kënaqësi e madhe që në moshë të tyre të mirën me këtë lloj muzike, kur gjeneratat e tyre mirën me R&B, hip-hop, mirën me këtë diçka tjetër. Kjo është kënaqësi shumë e madhe që tregon që është një thesar i papundshëm, mund ta quaj lirisht, kur prapë gjeneratat edhe pse muzika prosperon, jetë përpara që është shumë normale,
edhe vetë jam i kohës moderne, po të paktën kjo tradita jonë na tregon edhe lashtësinë tonë. Edhe kjo është kënaqësia shumë e madhe që ne arritëm me përzgjedhjen e grupit Adi Brami, me përzgjedhjen e orkestrit lirikët, edhe me rilindjen me profesor Krenorin, edhe ta realizojmë ta bijmë me një repertuar që mos preket askush njëri prej grupeve, po do të jetë i larmënishëm apo i pasuruar për të gjithë opinionin të cilët na dëgjojnë. Natyrisht. Si e percepton traditën e ahengut në Gjakovë dhe cilat janë elementet të cilat mendoni që ju bëjnë të veçantë juve si qytetar të Gjakovës? Po, ahengu gjakovar ka disa veti të veçanta. Domethënë kam për herë të parë une në profesor Krenorin e kemi realizuar në vitin 2010, nëse s'gaboj, në televizionin e famshëm Top Channel në Shqipëri, ku mbante një emision, ishte Dasëm në diell. Edhe ne shkuam shumë përgatitur aty, ku shpalosëm shumë traditën e Gjakovës, si është ajo paja, si thojmë na paja qezi. Na në gjuhën kosovare thojmë qezi, besoj që edhe tek ju. Po, edhe ne përdorim qezi. Në këto vesha e nusës, që shkon tek burri, ishte diçka veçantë për ata, ishte veçantë kur dhëndri hin, mashkulli që ka më martu, hin dhëndër. Domethënë, janë disa procedura, pastaj sofra, kur dohet ahengu, domethënë gratë vazhdojnë me ahengun e tyre me ato defatorët, të cilët me siguri ka shpjeguar profesor Krenari para meje, por të burrat patjetër që mbretëron e muzika bukur e sofrave për humoristës edhe shumë grupe të tjera që ka pas në qytetin e Gjakovës. Domethënë, po këtu janë disa prej vetive dhe vetia kryesore është disiplina, e cila ka qenë rreth ahengut, domethënë edhe sofrës, e cila ka qenë një disiplinë e madhe. E kemi një fotografi të vjetër, nuk e di sa arritët ta shihni, është babai juaj në fotografi, unë e gjeta nëpërmjet të miqve tuaj, nuk e di nëse ka mundësi regjia që të ma gjej, ja do del tani besoj, fotografi e prindit tuaj, po. Ndërkohë që kjo traditë vazhdon të reflektoj dhe sigurisht të zbërthejet edhe në brezat e rinë, ashtu si që keni bërë edhe në projektin tuaj të fundit, duke mbledhur 3 breza dhe duke u paraqitur ashtu më së miri, duke prezentuar vlerat dhe traditat e qytetit të Gjakovës. Shpresoj që ta shohim tani atë fotografi, besoj është mjaft emocionuese edhe për ju, duke ditur që ta shihni prindin tuaj, dhe më thënë në këtë format në fotografi shumë të vjetër, vetëm me ngjyrë bardhë dhe zi. Ja, po e presim tani. Regjia nëse është gati. Ja, tek e kemi. Kjo është. Mendo, kjo është e vitit 1956, nëse nuk gaboj, që i ndjej papa im me duhan dorë kështu të është. Po. Unë arrit ata rezervoj këtë fotografi në mënyrë që të shohim edhe aso kohë, si kanë qenë traditat dhe se nuk kanë ndryshuar. Prap shihet si një sofër aty, e? Me një sofër, me një dyqan të qytetit të Gjakovës, dhe më thonë, ajnë i ngritën e kam atje pas prindit tim, është pronori ati lokalit, po ta kanë po qefën sevdana, ashtot me një sofër i në ledhë, kanë qitë në sofër aty shka kanë pas. Shka kanë qëllu buka, shka kanë qëllu edhe kanë vazhdu qefën e tyre pas punave, të gjithë shumica për tyre kanë qenë zanatli, se Gjakova një prej artizanateve shumë, dhe më thonë adi ka të ndryshme, tash nuk po mëj me i sejtë. Ashtu, po ka shumë zanatli të ndryshëm, por ja që kanë qenë të gjithë shumica për tyre, kanë qenë edhe adhurus apo interpretus të bukur të muzikës e mirë fjellë. Kjo foto të regon shumë, me hime spjegu ka shumë, sepse ka shumë njës të qëndrën edhe gjajim, indje tali kura këtu qëndrën, edhe një artist i cili ka shërbyer me mbi 50 vite me shoqërinë kulturore artistike, Hajdar Dushi, Mesmetren, është një Nikoliçi, është
ka tu përveç Foto me shumë vlera mbi gjitha. Vlera ka edhe bejt e gjinit, sepse Gjakova nipet se Shkoda edhe për bejt e gjinit, domethënë aty, të cilët nuk kanë ndajt gjatë kohës duke këndu, por kanë pas edhe ato lojrat e tyre që i kanë po. Po kjo foto është domethënë se shumë. Faleminderit shumë, ju falenderoj shumë juve që keni mujt me siguri këtë foto, e cila normal familjen time sjell shumë emocione. Po, gjithsesi, është mirë që të shohim pak edhe në një farë mënyra trashëgimin tuaj, prejardhjen tuaj, prindin tuaj, që faktikisht ju jeni ai që prezentoni më së miri edhe familjen tuaj, por edhe gjithë qytetin e Gjakovës, në gjithë shqiptarin, madje, Edi. Si e shihni rolin tuaj artistik në këtë mision kulturor? Po, Ida, une si fëmi, si në moshën rinore, do më thonë gjithmonë kom pas sot si synim, si pikë synim të isha du me njek rrugën e Gjijës. Babajt të ndje e kemi qytë Gji, Haxhi ka pas emrin, po e kemi qytë Gji, ashtu si familje, më shumë vllazët edhe moda, sepse une kam qenë me një moshë shumë vogël, ku ai është përgu nga jeta, do më thonë, është largu nga kjo jetë, në moshën 2 vjeqare, do më thonë, ku i kom pas unë ka jetu ka shku shumë i ri, për një mosh për 29 vjeqare ka qenë, edhe kemi qenë të që të ri. Po, pikë synimi si një fëmi që i ka një ide në kokë, ideja me ka qenë të isha du me njek rrugën e Gjijës në gjuhë popullore. Du me njek rrugën e Gjijës, edhe kom pas talentin për moshës tash mos ta egzagjeroj, por të gënë të dhe nana ndje, sepse ajo i kishtë të tërgu këtë punë më bukur, edhe sepse i ka bo shumë hizmet, me thojmë në gjuhën popullore, po ceki grupi Ymëriza e shumë arshikave të qytetit tonë dhe e njifte me bazë shtot arengun, e njifte sepse e kishte përjetuar ato duke i shërby, atyre duke i respektu, edhe kur thot të dhe ti gjalë jam i vogël dhe ke ma përpara ke folë se sa ke këndu, edhe të isha në qysh është të mujtë me këndu për parë se me folë. Po kisha fatin duke falendru. Është vretur talenti juaj që nga një moshë shumë e re dhe e hershme. Kur thonë të mi të regon të disa gjyra, tash nuk do të kemi kohën që ti spjegoj aty, më do këta ditë absurde, nuk musha nësi aspekt me... Por shembull një ndërta, le ta zbulojmë? Një ndërta, prindit e mi kanë punu, së normal në atë kohë, edhe baba ka qenë edhe me rëndët. Rëndët kanë thonë të mbledhit me shoshrit e tyre, si për shembull babaj që ka qenë në Ymëriza, rënda ju kanë qujtë. Të ke, për babin tim të ke, edhe punojshim, edhe ka pas punë kur ke në rënda me Ymërizën. Edhe, tash kur të ishim me punu, ata kanë pas një dyqan të tyre të cilin kanë shërby si buk pjesë, edhe thëte, kur filleshim rrugës të ishe i vogël. Meshim me veti, në gjysë të rrugës të ishe kuptejshe, apo të marim në dyqan, dhe më thonë në furën për pjesë, apo për të dërgojnë të daja, sepse ishe i vogël. Nuk ishte kusht me rujt vlezit edhe motra, ishe në shkollë në atë komë. Pa prit që ta nuk vësha si gjo ishe, ta një moshën një vjeqe diçka, se unë një të regova, 2 vjeqe nga vdek baba. Po tha, kur e shishe rrugën, që po shkojnë dhe dyqanit ta u gëzoshe, a kishtë qenë marë dyqan, ta dhe fillesha me këndu, ka qenë një hitja se kohë e vitit 80 të flasë, të madhës Shërete Biluli, pas ka ramëj pala flokët, një kongë që është në dëgju tash e 25 vite. Dhe ishe e përkshente dhe filleshe me këndu atë kongë, nuk dishe me shqiptu një fjallën, pas ka ramëj pala flokët, apo theshe pak ka jamëj pala lokit. Imagjino. Në moshë aq të hershme është mbjellur dashuria dhe pasioni për muzikën e vjetër qytetar dhe muzikën e mirëfillt shqipe. Qashtu është. Po. Edhe më thuaj, në një kohë kur muzika moderne dominon tregun, si e sheh vendin e muzikës qytetare sot në skenën shqiptare përgjithsisht? Po sigurisht është shumë normale që ne jemi modern, jemi si qytetar të moderuar dhe hesim përpara me kohën,
është një gjatë të cilën duhet patjetër që mos ta shmangin, mirë po, unë mendoj që prapë ta bëjmë ato të bukur moderne, sepse ato kanë këngë moderne, edhe në të ardhmen mendoj që të sjellë diçka të bukur moderne, por mos ta harrojmë traditën tonë, sepse kjo tregon kur ti thu dikujt është një këngë 250 vjeçare apo 300 vjeçare, kjo si ne, për ne po flas si qytetar si shqiptar ose qytetar të shtetit të Kosovës, tregon atë lashësinë sa kemi e jo siç na kanë çujt para të fundit. Jo, siç na kanë çujt desha ta lidhi jo me politikat, mëse po zot, po desha ta lidhi me popull të cilët na kanë sundu, po flas si për serbët në herën e fundit desha ta cekin, se nuk dua të kthejmë pak më herët, që thojnë na quajnë në vendin ton ardhacak. Me këto na ju tregojmë që na nuk jemi ardhacak, po jemi popull i vjetër, kemi traditën, kulturën tonë. Unë mendoj që me më shumë se shumë popull tjerë pastaj. Po ashtu po. Me kulturë ju tregon edhe kushje, aty domethënë nuk kjo është bazament i mirë, mendoj vula më mirë që ti dikuj një popull i hasëm ta çuj në gjuhën popullore që kemi siç kemi. Po i prezantohesh me diçka të lashta dhe tregon veten se kush je. Pa anashkalu gjithmonë muzikën moderne, sepse muzika moderne është e bukur. Tash edhe Fares, këngëtarja e bukur siç në këtë projektin e fundit, dua ta cekë është një këngë, është e re, është e vitit 2000, e komponuar nga i madhi një artist rocker i cili këtë jetën ka qenë gjeniu i muzikës rock, i madhi Nejat Macula. Është komponimi i tij, e ka kënduar Shkelxeni Tishi, një këngë e cila domethënë ka arrit, është e re, po ka arrit të futet në fonotekën e muzikës e bukur shqipe, edhe do të mbetet aty. A kupton? Domethënë kjo tregon që muzikën moderne ose muzikën e re e dojmë, po normal patjetër që me qenë e bukur shqipe nuk kem nevojë me vjedh as të turku, as të greku, as të serb, as të bulgari, as të greku, as sepse kemi thesarin ton. Unë nuk jam kundër atyre, vetëm dëgjoj. Edhe muzikë turke, edhe muzikë greke, edhe muzikë anglisht, edhe muzikë italisht, po të paktën të kemi kujdes se çfarë dëgjojmë, po, dhe nga cilët autor apo dhe këngëtar. Edi, më thuaj, vitin e kaluar, ju organizuat patët edhe koncertin tuaj solistik në ndër të 25 vjetorit të krijimtarisë suaj. Thuaj se si u mirë prit ky koncert dhe sa ishte e vështirë të realizohet. Po dhe kjo kishte sfidat e veta, sepse është realizuar me një orkestër dikon 47 vet. Atë llogaritë të bëhet diçka në muzikën popullore, por kuptohet që muzika popullore bëhet edhe prej shpirtit, jo vetëm me nota, kupton? Domethënë është pak më vështirë të realizosh, sepse kur ta kish programuar çfarë me nota, i shkruan në nota, apo shoj rap, jep secili e din punën e tij. Po kjo ishte pak më vështirë, për arsye që ishte popullore, këtij lloj tipit, mendoj që nuk është kriju hala, nuk është bërë asnjë koncert. Kishte shumë sfida, më thonë të vërtetën, kishte një periudhë të gjatë, duke falendëruar edhe kompozitorin e njohur Florent Boshnjaku, i cili ishte drejtor artistik dhe producent koncertit. E pranoj me shumë financë dhe ai një sfidë, sepse edhe për kompozitorin Boshnjaku ishte një diçka pak më ndryshe, sepse na i dim krijimtarinë e tij, e dim hitet e tij, i dim edhe domethënë veprimtarinë e tij në festivalin radio televizionit të Kosovës. Domethënë këtë për diçka tjetër, po kthym në diçka tjetër, po mendimin e Zotit gjithmonë edhe me punën tonë të palosshme arritëm të realizojmë, sepse edhe aty ishte qëllimi përveç krijimtarisë të mia, domethënë të këngëve të mia, aty kemi shpalosur edhe një bagazh të goxha të madh prej shumë, në veçantë jo shumë, po prej dy artistave gjakovar,
siç ka qenë Çamili Vogël dhe Mazlan Mejzini. Po. Ju gjithashtu jeni aktiv edhe në dasma dhe ahengje familjare. Si është të jeni pjesë e ditëve më të rëndësishme për njerëzit? Është përgjegjësi e madhe, do të thonë është patjetër që përgjegjësi sepse të gjithë dimë që dasma bëhet një herë. Edhe përgatitjet për një darsëm shkojnë deri në 2 vjet. Fillon me rezervimin e folit, fillon me rezervimin e muzikës, të kamerave, pastaj procedura tjera të cilat janë familjare. Tradicionale. Po, tradicionale, edhe mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe. Ne marrim me shumë përgjegjësi atë fund. I ka edhe ajo sfidat e veta. Pastaj tash kemi zotit kemi bënë një përvojë të madhe rreth ahengjeve, po prapë unë ala nuk e një vetën të qetë, për shembull në atë aspektin derisa të shkojnë në darsëm, ose sidomos kur jemi jashtë qytetit të Gjakovës, sepse duhet më bëni një rrugë, derisa të mbërrin aty dy inxhinier që kemi që mirën me zërimin, derisa ta testojnë, njoftojnë me mesazh, thonë në rregull, domethënë të testuar gjithçka në rregull, derisa të mbërrin orkestrat, vendosen, rregullohen, domethënë edhe atë kohë që unë shkoj pak më vonë, ndoshta atë kohë nuk kemi qetë në shtëpi derisa të thonë që gjithçka është në rregull. Zakonisht, cilat lokacione i keni më shumë dasmat? Përveç Kosovës, ndodh që të keni edhe jashtë Kosovës shumë shpesh? Po, kemi shumë shpesh, po tash me thonë sinqerisht, ta muajt që janë pak më të frekuentuar, siç është muaji korrik dhe gusht, sidomos mesi i korrikut dhe deri në mesin e gushtit është një periudhë shumë e frekuentuar. Atë kohë mundohemi që mos të marrim shumë jashtë Kosovës për arsye sepse e kemi dhe mërgatën këtu, e cila domethënë po krijohet një ato e them kështu me shpirt sepse në gjithë dimë që mërgata për ne shqiptarët është një infuzion i cili na mban ndoshta gjithë vitin. Edhe dua t'i falenderoj nga zemra këto që janë shqiptarët në përbot, sepse ata siç thash edhe para, është një infuzion i mirë për të gjithë ne shqiptarët që jemi brenda kufive të Kosovës, të Maqedonisë së Veriut edhe Shqipërisë. Edhe për shembull Bujanovës edhe kudo që ka shqiptar, ajo kohë është pak më e frekuentuar dhe mundohemi që mos dalim jashtë Kosovës, të kemi këtu, po jashtë sezonës kemi shumë darsma edhe në Maqedoninë e Veriut, pikërisht e Shkupit të Tokë Gostivar që bilim për sinqeritet në këtë muaj, në fund të muajit do të kemi një aheng familjar qytetar në qytetin e Shkupit. Në Shkup do jeni. Shumë mirë. Po, do të kemi tash këtë muaj. Edhe në Shqipëri jemi fatmirësisht atje ka filluar sepse atje ka qenë tash mirë që ma vënë këtë pyetje, kisha pas dëshirë që të tregoj pak edhe rreth rregullimeve apo ahengjeve që shkojnë si në Maqedoninë e Veriut, si në Shqipëri. Po në Maqedoni, për shembull, në Maqedoninë e Veriut janë traditat me neve janë shumë të ngjashme. Po, e vërtet. Por në Shqipëri absolut, domethënë, edhe pse ne si Gjakov ju dini fort mirë që e bëjmë shumë muzikën e Shkodrës edhe Shqipërisë së Mesme, po traditat të ndryshojnë absolut. Janë këtë të ndryshme. Nuk janë ato se ka shumë pyetje, kam shumë pyetje nga njerëzit që më thojnë Gjakov e Shkodër është e vërtet që na muzikën e kemi goxha të ngjashme, po me traditat e darsmave jemi këtë dy bota të ndryshme. Por fatmirësisht edhe aty kemi arritë që pak që përshtatemi ne atyre kur shkojmë, po edhe shumicën na përshtaten edhe ata neve. Aty domethënë sepse ti kur fton një difurën me grupin e tij në darsëm, ti di këto në kiftu, edhe mundesh me pas parasysh se çfarë mundet me servu edhe në atë aheng, apo kupton? Edhe nuk ka edhe me dal ti vetvetes për me të bëu çek ty, kur ti e di këto ke marrë darsëm. Edhe ju sa do kudo keni reportarin tuaj që e keni të planifikuar me gjithë orkestrën se si do e filloni një dasëm dhe si do e përfundoni, besoj. Po, ashtu atje është në Tiranë është një traditë këtë ndryshë, shumë është interesant, fillon darsma pas orës 10 mbrëmje.
Edhe vazhdon deri në orët e hershme të mëngjesit, do shumë interesant. Po të mëngjesit i kanë disa tradita, pastaj nuk e kanë si tek na, edhe tek ju që po të fillon vallëzimi 1 orë, 2 orë vallëzojnë njerëzit pa onala. Ditë do më thonë, pa përdor me valë, kush si qirt vallëzon, atje është këtë diçka tjetër. Atje është familje. Ngrihet një familje, për shembull familja Fura, për shembull vetën në këtë rast. Familja Fura e ka fjalën qotë, i pojnë trikong, vallëzon familja Fura, ulen, njetat kong, gati shumicët njetat kong, ati edhe më ka po përshtypje ka shumë interesant. Na, për shembull, në siguri e dini, kur ka qenë, nuk e di sa keni pas rastin me pa radio televizionin shqiptar përpara, ka qenë të vëshës. Ka qenë një mëngjes i Shqipëri, fillon të mëngjesin në ora 8:45 në ansamblin e balleve të Tiranës, një mëngjes i Shqipëri, aty ka qenë edhe ahengu i dashës, ka qenë si martohet çifti, edhe ne gjithmonë për herë parë për flas. Para shumë vite ku kemi kemi marrë si shembull ose? Kemi marrë shembull, kemi menduar të realizojmë ato, po kemi shku atje është diçka tjetër për atje, për çfarë na kemi kuptuar. Një traditë tjetër. Edi, me qenë se nuk nga premton më koha, kemi të kaluar bile edhe minutazhin. Unë të falemderoj jashtëzakonisht shumë që bëre pjesë e ritmi ditës. Ishte shumë kënaqësi që të kemi në këtë linje direkte dhe të mësojmë rreth projektit të fundit, por edhe përgjithsisht rreth veprimtarisë suaj muzikore ndër vite. Uroj që të vazhdoj dhe të reflektoj edhe zëri juaj edhe më tej në gjithë shqiptarinë, sepse vërtet jemi krenar që kemi një këngëtar si ju dhe një grup që keni pas vetës çdo herë. Unë pa humbur kohë desha të falenderoj edhe programin Oksigen që na mundsuan këto video pamje në krye me të madhin Besim Dina, pa lejen e tyre sigurisht që nuk do i kishim, por sigurisht ishte shumë kënaqësi që ju kishim edhe juve direkt me një shpresë që në një të ardhme të afërt ju kemi edhe në studio, sepse vërtet ka shumë gjëra që duhet thuhet për juve dhe për qytetin e Gjakovës, që prezantojmë më së miri çdo herë. Faleminderit shumë, kënaqësia është e jone, faleminderit televizionit të Maqedonisë së Veriut, i cili na dha këtë mundësi për 35 minuta, nëse nuk gaboj, diku aty afër jemi, që të shpalosim një pjesë të vlerave tona kombëtare, pavarësisht pa dallim gjakovar apo të Shkupit apo të Tiranës, të Shqipërisë, edhe besoj që me një përmbledhje të shkurtë edhe të gjithë opinioni ka pas mundësi të marrë vesh disa prej gjërave, po shpresoj që në të ardhmen do të kemi projekte të reja, të cilat do të lidhemi dhe po shpresoj më shumë që do të jem atje te ju, direkt në studiot e juaja, dhe do të bisedojmë pak më lirshëm sepse kuptohet prej faleminderit që teknologjia ka ecë edhe po na mundson edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, por me qenë aty është një ndjen tjetër, kështu që i kërkoj falje për çdo gjë sepse nganjëherë kisha edhe shkputje, nuk e ndëgjesha mirë, po sidoqoftë pak a shumë u kuptuam për çfarë bëhet fjalë. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Suksese dhe ditë të mbarë. Një ditë të mbarë dhe juve, faleminderit shumë.